Braktisi foshnjën e sapo lindur, arrestohet 20 vjeçarja indoneziane, procedohen 4 vajza të tjera. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 5 shtetase me origjinë nga Indonezia, pasi njëra prej tyre dyshohet se ka braktisur foshnjën që sapo kishte lindur në banesë, ndërsa 4 të tjerat akuzohen se nuk kanë kallëzuar ngjarjen në organet përkatëse. Sipas burimeve, autorja është 20 vjeçarja P, ndërsa 4 shtetaset e tjera indoneziane akuzohen për mos kallëzim krimi. Njoftimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë numër 1 referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetaset indoneziane AP 20 vjeç, AU 29 vjeç, BL 20 vjeç, SF 28 vjeç dhe PG 19 vjeç, pasi dyshohet se shtetasja AP ka braktisur në banesë foshnjën që ka lindur aty, ndërsa 4 shtetaset e tjera të proceduara nuk kanë kallëzuar krimin, njoftoi policia.